është 16 vjeçe dhe sa herë provon për atë vërë shamin, mamaja e saj nuk e mbështet. Ndonjëherë edhe namazin. Atëherë, duhet ta dish që namazi është shtylla e Islamit. Shamia është një prej urdhrave të Madhit Zot. Dhe normal, ne e dim rregullin. Nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. Allahu i lartësuar ka urdhëruar diçka, ne e zbatojmë atë. Prindrit, patjetër Zoti i gjatësisë na ka urdhëruar që t'i duam, t'i respektojmë. Por jo, pra nuk ka bindje ndaj tyre në çështjet të cilat bien ndesh me fenë e Zotit të gjatësisë. Në çështje tjera, patjetër që i bindemi. I duam, i respektojmë, ndërsa në çështjet të cilat bien ndesh me urdhrin e Zotit të gjatësisë, aty nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. Kështu që bindju Allahut të lartësuar.